Për Lazarati nuk do të ketë kthim prapa. Deklarimi vjen nga ministri i brendshëm Saimir Tahiri, i cili u kërkoi banorëve që të distancohen nga kriminalët. Kreu i Ministrisë së Brendshme u kërkoi dhe agresorëve që të hedhin armët dhe të dorëzohen. I bëj thirrje dhe atyre që tani në këto momente kanë marrë armët kundër policisë në Lazarat. I keni bërë llogarit shumë gabim. Ne mos mendoni kurrë se ka Zot në tokë që mund t'ju dalë Zot në rast se kundërshtoni me armë policinë e shtetit. Hidhni armët dhe lini policinë të bëjë detyrën. Në të kundërt, forca e ligjit do veproj si asnjëherë tjetër. Unë në këto momente, bashkë me drejtorin e përgjithshëm të policisë, me drejtuesit e drejtorisë përgjithshme të policisë, jemi në mbështetje të plotë të punonjësve të policisë që po zhvillojnë aksionin Lazarat. Dhe ju siguroj që policia e shtetit do bëjë detyrën pa asnjë dallim. Ligji vlen për të gjithë, jemi të vendosur të ndërtojmë shoqërinë e drejtës dhe sundimin e ligjit në të vend. Këtë deklarat ministri i brendshëm e bëri gjatë një ceremonie ku ekspozuan të gjithat provat materiale si armë dhe lëndë narkotike që u kapën pak ditë më parë në operacionin e zhvilluar në fushë kuqe të Mamurrasit.